Në ekonomi, gjërat nuk po janë edhe aq të kontrolluara. Do të ndalemi sot dhe të flasim pak për prodhimtarin, që është një prej shtyllave kryesore të çdo ekonomie, por sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, prodhimi industrial në vend ka shënuar rënje krahasuar me periudhat paraprake. Ne këtu në studio sot bashkë do të flasim për shkaqet dhe pasojat që do të kenë këto rënje sipas Agjencisë së Statistikave dhe do të mundohemi që ta qartësojmë një herë mirë edhe se cilat po janë shkaqet, se pse po kemi rënje, pse prodhimtaria nuk është në nivelin e duhur, e të gjitha këto kënaqësi që do t'i diskutojmë bashkë me zotrin Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike. Faleminderit shumë zotrin Rafuna. Faleminderit. Në një linjë të drejtë për drejtë kemi edhe ekonomistin Safet Gërxhaliu. Zotri Gërxhaliu, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi kemi ju. Dhe në të njëjtën kohë, pas pak do të na bashkangjitet edhe Kushtrim Ahmeti nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë. Atëherë, zotri Gërxhaliu, po e nisëm bisedën me ju. Sipas Agjencisë të Statistikave, kemi rënje të prodhimit industrial. Do doja që të dini më shumë sa i përket se a është kjo situatë alarmante apo po e quajmë kështu si një luhatje të përkohshme? Mjerimi më i madh që e ka kapur Kosovën është fakti që Kosova shndron një shtet të varur nga importi, vetë fakti që me vite të tëra nuk kemi stabilitet politik, vetë fakti që nuk kemi një dialog të mirëfillt publiko-privat, dhe vetë fakti që orientimi politik është shumë më tepër barazia në varfëri, sesa zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, nuk do të na habit fakti që jemi në këtë stadi ku definitivisht shoqëria kosovare shndron në një shtet të varur nga importi, krahas çmimeve të cilat jemi duke importuar, Kosova është duke importuar dhe inflacion, dhe nga fakti që në vitin 2025, bazuar në dhënat e doganave të Kosovës, dogana ka grumbullu afër 2 miliardë euro tyra dhe 7 miliardë kanë qenë importe në vlerë totale, e dushman më së mirë që 9 miliardë euro janë tërhequr nga çarkullimi në Kosovë. Në këtë tim vërtet është e pamundur që të bëhet më tepër, përveç ashtu të faktit që kemi qenë në masa ndëshkuese me vite nga Bashkimi Evropian dhe kemi një ngritje të çmimit të energjisë elektrike që ka goditur në mënyrë të drejtë për drejtë prodhimin në Kosova, atëherë nuk do të na habit fakti që vërtet prodhimi kosovar është e pamundur të jetë konkurrent, qoftë në tregun rajonal, qoftë në tregun evropian, dhe fakti që shumë shtete evropiane për të mbështetur sektorin prodhues të tyre kanë do të thotë subvencionim apo kanë lehtësira në çmim të energjisë elektrike dhe një gjë e tillë nuk do në Kosovë, atëherë ky jaz apo ky dallim mes import dhe eksportit do të vazhdojë të rritet dhe në këtë drejtim besoj duhet një përkulje përballë sektorit privat, përballë sektorit prodhues, sepse kanë bërë hapa shumë të avancuar se sa politika, se po të mbetet sektori prodhues në mbështetje të politikës, nuk kishim me pas këtë stat ku jemi, por definitivisht situata është shqetësuese dhe tani pas krejt kësaj që duke ndodhur në botë ku është vërtet një lëvizje globale sa përket edhe luftës mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, me siguri sfida do të jenë shumë më të mëdha. E them këtë e bazuar në një fakt që ekspertë më të mëdhenj të ekonomisë në nivel global kanë paralajmëruar që viti 2026 do të ketë efekte negative apo do të ketë trende negative ekonomike që në momentet caktuara do të tejkalojnë turmasat e krizës financiare të vitit 2008. E kuptoj. Atëherë, zotri Rafuna, si e shihni ju këtë analizë që bëri zotri Gërxhaliu? E quajti një situatë vërtet shqetësuese. Është shqetësuese me vetë faktin që nuk ka mundësi mu ngrit prodhimi vendor, nuk ka mundësi mu ngrit eksporti, por të ngritet ose rritet importi i madh dhe të bie eksporti, padyshim që është shqetësim. Ne me kohë kemi ngrit zërin dhe kemi kërkuar që të ketë një plan të veprimit dhe Kosova të ketë një strategji se në cilë sektor është konkurent dhe në ata sektor ku ka mundësi të konkurrueshmërisë, në ata sektor të subvencionohen, të ndihmohen dhe nga ana e institucioneve, në këtë rast nga ana e Qeverisë Republikës Kosovës. Qysh vitin e kaluar kur bizneset u nxorën ne i quajmë formë dëmshme në tregun e lirë, kemi ngrit alarmin që kosto energjisë elektrike është kosto operative dhe padyshim që do të ndikojë që produktet tona kosovare, jo vetëm në tregun e brendshëm, por edhe në tregun e ujit, do të jenë më të shtrejta dhe gradualisht do të bie kërkesa për produktet tona për shkak se
konsumatori gjithmonë e ndjek produktin paka shumë me kualitetin e njëjtë, po me çmimin më të lirë, se këto edhe ekonomia e tregut lirë këtë e kërkon. Kështu që ne në vend që ta ndihmojmë produktin e Kosovës, jemi duke bërë të kundërtën. Jemi duke mos e ndihmu produktin e Kosovës, po jemi duke ndihmu importin. Dhe kur bie kërkesa për shembull vetë për konsumatorëve kosovanë, nëse produkti jonë është shumë më shtesë se sa një produkt i importuar, atëherë konsumatori e blen produktin që importohet me kualitetin e njëjtë, po me çmim më të lirë. Zotëri Ahmeti, po cilat ndoshta do të jenë ato pasojat që mund të kemi në një të ardhme të afërt nëse veç statistikat shkojnë në rënje? Tash aktualisht ne jemi në një situatë të palakmueshme, kemi paralajmërim për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar sërish, e që sipas gjitha gjasave paralajmërim parashikimet aktuale edhe brenda zërrejës janë ndikon me mbrojtjen 18%. Gjithashtu e ke edhe fazën e dytë themi të liberalizimit të energjisë, e cila prapë bëhet në mënyrë të heshtë dhe pa asnjë komunikim dhe pa asnjë bashkëpunim me komunitetin e biznesit, njëjti veprim siç ka ndodhur në vitin e kaluar. E ke tash të ditë periudhën tashmë krizën në lindjen e mesme, cila vetë që nisim më njëherë mi pas ndikimet e para me rritjen e çmimeve derivateve, që pastaj kjo e ka zinxhirin e vet negativ që ndikon në një numër të madh të themi të sektorit ekonomik në përgjithësi. Meqense e përmendëm këtë ndikimin që po flitet tash sa ditë po themi kështu, a do të ketë ndikim tek ne, zotëri Rafuna? Po padyshim që po, se shikoni, friga dhe kërcënimet janë që ka më mbyllë ngushtica e Hormuzit. Dhe në qoftë se mbyllët ngushtica e Hormuzit, sipas zonave zyrtare 20% e tregtisë botërore zhvillohet ato pari, sidomos prin vajrat, këtë nafta, po edhe energjia elektrike. Po nuk do të mbyllen vetëm për këto dy produkte. Problemi është që do të çrregullohet komplet zinxhiri i furnizimit dhe do ta kemi situatën pak a shumë ngjeshme siç e kemi pas në 2020 kur ka qenë koha e pandemisë. Dhe këto është qëtësimi i madh, po padyshim nëse mbyllet, se ende zyrtarisht nuk kemi informacion që mbyll, po me vetë faktin që është kërcënuar se do të mbyllet, çmimet e kemi pa që kanë lëviz në bursa. Dhe ne duke qenë një vend, një treg importues, në momentin që tregu evropian apo tregu rajonal, se ne kemi tregun rajonal, tregun primar për cilët importojmë dhe eksportojmë, po edhe kemi tregun evropian që importojmë, si tregu i dytë dhe më i madh. Dhe në momentin që na prego tregu evropian, me automatizëm jemi të prekun edhe na. Ne edhe ashtu vitin e kaluam kushtrimi me plot të drejtë e preku çështjen e energjisë elektrike, që vitin e kaluam një ndër shtytësit e rritjes së inflacionit, për shembull në mesatarën e 3.6, 3.7 ka qenën, ndërsa në baza mujore në muajin dhjetor, sipas zonave të Agjencisë Statistikave të Kosovës ka kalu 5%. Edhe kush ka qenë më shumë të ka ndikuar rritja e çmimit të energjisë elektrike edhe nxjerrja e bizneseve në tregun e lirë, që faturat kanë ardhur 200 deri në 400% më shtrejt se sa i kanë pas një vit më herët ose para se me dalë në tregun e lirë. Dhe në momentin që do të prekë tregu evropian, do të prekemi edhe na dhe do të kemi inflacion, dhe do të kemi të rritje të çmimeve, dhe do të ketë çrregullim të sistemit të furnizimit. E kuptoj. Zotëri Gërgjaliu, a kemi të bëjmë tani me një problem strukturor, pra po them kështu mirë, me një ekonomi që konsumon më shumë se sa prodhon? Në rreth parë duhet të kuptohet fakti që nuk mund të mbrohet interesi i komunitetit biznesit vetëm nga asociacionet e biznesit për çka duhet të falenderohen dhe të mbështeten. Në rreth të dytë besoj që është koha kur duhet të kuptohet rëndësia e prodhimit vendor në disa dimensione. Është dimensioni ekonomik, është dimensioni gjeostrategjik, po mbi të gjitha është edhe dimensioni sigurisë kombëtare dhe këtë institucionet janë duke e anashkaluar. Dhe ajo çka e karakterizon kohën e fundit është vërtet një qasje ku të hyrat, për shembull të vitin 2025 të administratës tatimore të Kosovës kanë shënuar rritje, por rritja kryesore ka qenë 30% nga gjoba dhe ndryshkimet. Besoj që kjo është një situatë alarmante që dëshmon më së miri që sot biznesi kosovar edhe ai prodhues shumë më tepër trajtohet për të dënuar sesa për të mbështetur. Ne do të kemi prodhim aq sa do të bëjmë për prodhim, por besoj që prodhimi vendor dhe mbështetja e sektorit privat duhet të jetë interesi të gjithë neve. Kjo çështje vërtet jep pak hapësirë për një optimizëm, por dua të besoj që është koha kur duhet të kuptohet rëndësia e ekonomisë, rëndësia e dialogut, rëndësia e partneritetit dhe definitivisht biznesi të shikohet si aset kombëtar dhe jo një aset për të u dëmtuar apo për të gjobitur. Ne po flasim për efektet e energjisë elektrike apo ngritjes së çmimit. Ngritja e çmimit e cila do të vazhdojë. Sot nga Kosova nuk largohen vetëm trit, por largohet edhe kapitali kosovar.
për krahas kapitali kosovar është duke u larguar rreth prodhimit vendor, dhe nëse vazhdohet në këtë mënyrë, atëherë definitivisht situata do të jesh alarmante, por dua të besoj që dikaj do ta prek në ndërgjegje që për ekonomi të bëjmë më tepër sa të flas, nëse dëshirojmë të bëjmë për ekonomi, atë mbështetja e sektorit privat do të jetë prioritet e prioriteteve. Po, zotëri Ahmeti, sa po ndikon mungesa e fuqisë punëtore në rënjën e prodhimit? Zakonisht shumë, na kemi pasur një ikje goxha të madhe të punëtorëve profesional, po fatkeqësisht nuk kemi pasur një gatishmëri institucionale për të tejkaluar situatën. Për shembull, na kemi një analizë të bërë nga Agjencia Statistike të Kosovës e vitit 2024, ku thotë që diku në Kosovë janë 600.000 persona që janë fuqi punëtore, themi, po që nuk kanë një përvojë punë kërkon. Dhe për shembull një për kërkesave tona ka qenë dhe qeverisë që hajde të bëmi bashkë komuniteti i biznesit dhe vetë qeveria dhe të gjejmë një zgjidhje që këtë kategori të personave që janë fuqishëm, themi, në rregull me shëndet, t'i fusim në tregun e punës, pra sepse themi kompanitë tona kishin nevojë për ta. Sepse ndryshe janë dy zgjidhje, o duhet me themi kapacitetin e prodhimit ose duhet me këshirë me marrë punëtor për jashtë. Atë pse marrë punëtor për jashtë nëse kemi një punëtor të brendshëm. Pra, këtë që na duhet është vetëm me i trajnue ata punëtor, ato treja themi dhe t'i fusim në tregun e punës, në mënyrë që ata edhe bën një aset shumë i rëndësishëm për vendin, po edhe në një farë mënyrë hiqet barra e shtetit kundrejt themi në aspektin social për mi mbajt ato familje, pra krijohet një mundësi ekonomike e mirë. Po këtë nuk e kemi gjetur deri tash një gatishmëri të tillë fatkeqësisht. Pse mungon kjo gatishmëri, zotëri Rafuna? Për shkak se nuk ende ne tham që në viti i kaluar na ka për shkak që kemi pas një blokadë institucionale, nuk kemi pas edhe reforma, po edhe për ka qenë blokada institucionale nuk është që ka pas dhe një reformë, edhe pse ne kemi ngritë zërin si sektor privat shumë që me pas reforma se në politika fiskale, në sektorin e arsimit, në sektorin e sundimit ligjit, në sektorin e shëndetësisë e kështu me radhë. Deri më tani nuk është sjell ligji për edukimin jashtë, ta quajmë kështu edukimin e shpejtë ose për aftësimin profesional në bazë të kërkesave të tregut, dhe ne jemi dëshmitar që sot e kemi një sistem të arsimit i cili nuk është në koherencë me kërkesat e tregut dhe biznesi nuk ka qenë i kyçur në hartimin e kurikulave. Çka kemi bërë na si Ordë Ekonomike e Kosovës, kemi themeluar qendrën për mësimin dual dhe të ju falenderoj edhe Ministrisë të Arsimit këtë rast që na u ka bashkangjitur në këtë sistem. Kemi arritë që së bashku me partnerët ndërkombëtar Gizin, Luxdevin, po edhe me qeverinë zvicrane, që të sistemojmë rreth 600 nxënësa të shkollave në biznese. Është quhet mësimi dual që ka një pjesë teori, një pjesë e ka praktik. Dhe i kemi dikon rreth 12 profile që janë caktuar nga qeveria, ku në këto 12 profile ne i kemi angazhuar nxënësa dhe i kemi angazhuar bizneset. Mirë po, edhe këtu ka nevojë për një mbështetje. Për shembull ose në kuptimin e politika fiskale ose në kuptimin administrativ, mirë po ka nevojë mu zhvillu edhe më shumë vendet e rajonit kanë ecë shumë këto. Ne jemi që një vit duke ecë së bashku me këta partnerë ndërkombëtar, po edhe në këtë rast me Ministrinë e Arsimit, dhe është duke u zhvilluar shumë mirë. Më mirë po na vyn më shpejt me procedurë me reforma, në mënyrë që me kanë në koherent me kërkesat e tregut. Sfida tjetër që e kanë bizneset tona, se një ndër sfidat më të mëdha tani është mungesa e fuqisë punëtore. Sfida e dytë mas mungesës fuqisë punëtore është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Është pikërisht kjo që pe diskutojmë. Po edhe kur tentojmë me importu fuqi punëtore, nuk mund si them të rahaton ose ta kenë komoditetin se ata punëtorë që po vinë prej jashtë nuk e shohin Kosovën si mundësi për punë ose qëndrimit më afatgjatë. E shohin si një mundësi tranziti dhe se a gjeni mundësi me shku në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe për jashtë këtu punëtorë që na vinë prej Turqisë, të gjithë të tjerët, domthonë kanë qëndruar një javë dhe disa kanë gjetë mundësinë edhe në zhduk. Kështu që duhet me pas se si mundëm ne me mbulu këtë pjesën. Një prej mundësive është edhe ajo që tha kushtrimit që me inkuadru 3 dhe 3-at, sidomos që një femrore ka shumë nevojë dhe jemi në si Ordë Ekonomike të punu dhe kemi projekt dhe kemi themelu dhe shoqatën e grave në biznes, për shkak se sipas dhënave të rit që dalin jashtë 70% janë të gjinisë mashkullore. Dhe gjatë zbrastirën që lanë këta mund deri në një farë mase ta mbulojmë prej gjinisë femrore, mirë po qëllimi është që ne mi trajnu në një procedurë më të shpejt, mbi bazën e kërkesave të biznesit dhe mi inkuadru drejt për drejt në sektorin privat. Po nëse gjërat vazhdojnë të shkojnë kështu si po shkojnë, ne urojmë që
të vedisojmë dhe të fillojmë të kemi një ngritje, pse jo. Por nëse shkojmë kështu si po shkojmë, a rrezikojmë që të mbyllen edhe këto fabrika që ndoshta i kemi funksionale, duke bazuar edhe në mungesën e punëtorëve? Jo, ajo shka për mua është më shumë shqetësuese se shumë kompani tona të cilat kanë pasur në plan të rrisin kapacitetet e tyre investuese në Kosovë, sot i kanë bërë dika tjetër. Kjo është problemi më i madh. Domthon çat fuqi ekonomike, çato para që i ke pas për mi investu në Kosovë, për cilave nuk ish përfitu vetëm kompania, por që përfitue njerëzit, edhe shteti kish përfitu, madje me taksat, themi sepse rritet taksa në momentin që ki rritje, nuk kishte gatishmëri për me të kalu sfidat që kishin, dhe normalisht i kemi ne, themi, nuk ka ditë që kompanitë tona nuk marrin ofertat ndryshme për veneve të rajonit, po flasim për qeverive zyrtarisht, që janë gatshme me plotësue kushte në mënyrë të hatashme, themi vetëm që bizneset tona të bartën me investime atje. Por na po i humbum çato kapacitetet tona. Ja, sado që ai do ta mban një pjesë të ndoshta për shkak edhe çështës themi nacionale kështu të ta mbaj çat pjesën e prodhimit, po gatishmëria më prej vitit kaluam, sidomos për me bon rritje të kapacitetet prodhuese në Kosovë është gati për mos me thonë zero. Kush s'ka gatishmëri me bë. Sepse vetëm bllokada, mos gatishmëri, marrje vendimesh pa kurfar konsultimi paraprak me komunitetin, ku kërnveti merr vendim dikush atje, si në rastin e energjisë në ZRE, kujtësia e përgjithësi, për mua sot për shkakun shqetësuese ku përkundër që na kemi një kuvend Kosovës funksional, e përkundër që i ki komisionet funksionale, ende nuk janë thirrur ata njerëz para përgjithësisë me dhënë raportim aty. Ata janë të planifikuar me bon fazën e dytë të procesit liberalizimit edhe me rritë çmimin e energjisë elektrike. Pas një therë në kom që themi ne. E këta shkurihet i ke që to situata, taj biznesi sa do që mundohet në vetën me ne se do në një bunë venit vetë, po në fundit kër e që asë shtetë ytë, so ka të ndihmon mo, nuk ka zgjidhje tjetër dhe i kjashtë. Zotri Kurgjaliu, çfarë do duhej që të bënte shteti më shumë në mënyrë që të nxiste kështu prodhuesit, bizneset, që punonin ndoshta edhe më shumë, ata punojnë, kjo s'do diskutim, por ta rrisnin prodhimin e tyre? Në rreth parë besoj që faktori këtë që duhet të avancohet është dialogu, duhet të ketë një dialog të mirëfillt me asociacionet e biznesit dhe me sektoret e biznesit, në veçanti ato prodhuese. Në rend të dytë, sot të rritë në Kosovë janë shumë më tepër të motivuar që të gjejnë lidhje qoftë politike, qoftë partijake, që të jenë të punësuar në administratë, por jo në sektor prodhues, sepse në sektorin prodhues apo sektorin privat ka performancë, ka përgjegjësi dhe duhet një angazhim. Prandaj kjo është një dukuri që vërtet duhet të ndërpritet, duhet të promovohet sektori privat dhe vetë fakti që kemi kohëve të fundit, për shembull rritje të pagave ose ndryshim të pagë, qoftë minimale, qoftë mesatare, pa një bashkëbisedim me sektorin privat, besoj që është një dukuri e cila po i demotivon të rinjt dhe krejt kësaj duhet të shohet fakti që sektori privat ka bërë shumë hapa më të avancuar, sepse nëse kemi të propozuar një pagë minimale, një pagë të tillë sektori privat në shumë sektore e ka dyfishu apo e ka trefishu, por prapë besoj që është koha kur duhet të ketë një dialog të mirëfillt, duhet të ketë një mbështetje në formë të subvencionimit siç e bëjnë vendet të rajonit dhe kjo në Kosovë është duke munguar. Mirë po mbi të gjitha duhet të kuptohet që energjia elektrike është një produkt strategjik dhe nëse përmes energjisë elektrike dhe ngritjes së çmimit të energjisë elektrike mendohet të mbështetet sektori privat apo sektori prodhues, besoj që është një qasje shumë e gabuar dhe është e vërtetë që duhet të kemi reforma në arsim. Kosova ka nevojë për ndërprerje të akademizimit të trive. Nuk duhet çdo njeri të studiojë, por duhet të jenë të orientuar përmes arsimit dual dhe profesional, të jenë përgatitur për sektorin privat. Dhe mbi të gjitha duhet të ketë një analizë mirëfillt çfarë kuadro prodhon dhe sa plotëson nevojat e tregut të punës me kuadrot që prodhon Kosova. Prandaj besoj që emërusi i përbashkët i zgjidhjes këtyre problemeve është dialogu, por mbi të gjitha një dialog i orientuar në një partneritet strategjik mes aktorëve publik dhe atyre privat. Përndryshe ne do të flasim për zhvillim ekonomik, po do të jetë vetëm një ëndër, ne do të flasim për forcim sektorit privat, por do të jemi shtet i marrë nga importi dhe një shtet që e eksporton buxhetin e vet dhe eksporton po aq para që dërgon diaspora në Kosovë, sepse është e padrejtë të thotë që diaspora e Kosovës dërgon 1,5 miliard.
po e them me përgjegjësi morale, profesionale, që diaspora e Kosovës dërgon atë shumë mjetë në Kosovë sa është vetë buxheti i miratuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Zotëri Rafuna, a është bërë ndonjë analizë kështu e mirëfillt për të kuptuar sepse po i kemi këto probleme? Nuk është bërë një analizë e tillë, po problemet dijena me problemet po ballafaqohem çdo ditë me sfidat, edhe ne si përfaqësues të sektorit privat çdo ditë ngrisëm zërin, varësisht prej sfidës me cilën përballet biznesi, por gjithmonë kemi hasur në vesh të shërt dhe nuk kemi pas mundësi ku ne i kemi adresu, po s'kemi marrë asnjëherë përgjigje faktikisht. Mirë po, është shumë shqetësuese situata sa i përket prodhimit tonë, po foli së pari se ka shumë sfida me cilat po përballet biznesi dhe nëse i shohim dhënat zyrtare, më shumë të investime në vendet e rajonit në historinë e Kosovës ka pas në këto 3-4 vitet e fundit, ku vlera aty ka arritur afër mbi 300 milion thujse sot që po folëm. Kështu që duhet me urgjencë me ndërmarrë veprime në mënyrë që mos mi leju bizneset tona me dalë në vendet e rajonit, ato mirë që investojnë, po dëshira jona është me investu në Kosovë dhe me zgjeru. E dyta duhet që të punojmë shumë që me sjell investime tjera të huaja në Kosovë, me rrit prodhimtarinë, me ul papunësinë, po në anën tjetër duhet me pa dhe qysh 33 mundemi e para mi ndalë këta që i kemi këtu në Kosovë, mos me na dalë jashtë, por ata që na kanë dalë mi kthy në formën e investitorit. Për këtë arsye thash në fillim që ne fatkeqësisht që nuk e kemi edhe një plan, nuk e kemi një strategji, me po se në cilët sektor Kosova duhet mu orientu. Sot nëse vjen investitor dhe më pyet mu, si Lulzim, sekretari i Odës Ekonomike, se në cilët janë sektorët prioritar, cilë sektor Kosova është konkurrent, ku mujën e me prodhu, unë nuk kam një dokument mi afru dhe mi tregu se në cilët janë, zyrtarisht. Kështu që të shpresojmë që tani e para të mos shkojmë në zgjedhje, dyta, shpresojmë që qeveria e re tullet me sektorin privat, t'i përcaktoj se cilët janë sektor, cilët janë masat që duhet ndërmerret dhe të punojmë gjithë së bashku për të mirën e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Mos ta bëjmë Kosovën një vend të pashpresë, po ta bëjmë një vend me shpresë, një vend ku mund të jetohet dhe ku është një ambient miqësor i të bërit biznes. Po për mu bë kjo, nevojitet shumë punë. Zdo diskutim. Zoti Ahmeti, po cilat janë ato masat që duhet merren menjëherë, domethënë ato masat urgjente në mënyrë që të mos kemi rënje të prodhimit në vend? E para s'ka dilemë kthimi dialogut. Na kemi mungesë dialogu dhe këtu ku pas mungesë dialogu, atë nuk ke kurfar zgjidhje. Pra të krijohet një farë trupe përbashkë, themi qeveri dhe komunitet biznesi dhe të zgjidhim së bashku se ne jemi çuto të jetuar dhe jemi të interesuar me ndihmu ekonominë e vendit dhe vendin tonë. Pra qëllimi le të jetë i përbashkët për me bë më mirë, edhe ti të kalojmë çdo sfidë. Pra nëse kemi përballë për një vit e më gati një vit me blokadë totale për shkak mungesës institucioneve, tashmë nuk ka arsye. Tash janë institucionet do të më ecë përpara. E di që është një presion, sepse në takime që kemi pasur me më janë në ku gërgja shumë drejtues të institucionet tash janë në presion për shkak se kanë mbeti numër i madh i ligjeve të asaj po në rregullimi, punoni që të herë më shumë, punoni në kufë nevoja 24 orë, jo vetëm 4, sepse s'është situatë e tillë me prit atë moment. Domthonë punoni më shumë, rrini më shumë në orar punë dhe ti kryjmë çdo sene që të ecën përpara në mënyrë që ta zhvillojmë. Po na pa u bon një vend spari, nëse shteti nuk kujdeset për biznesin vendor, kërkosh mos pret që ka marrë dikush për jashtë. S'ka investitor të jashtë, kur ti s'kujdesesh për tonin. Na nuk i fatkeqësisht deri tash nuk ka pas një kujdes të mjaftueshëm, edhe ato biznese që janë në halt më në situatë vështirë, ki bizneset që janë të bllokuar totalisht gati që 2 vjet për shkak të një birokracie totalisht të panevojshme e një papërgjegjësie totalisht të paarsyeshme nga vetë deputetët e dikoshëm që e votuan në 2023 në ligj për pronën publike dhe sot e kësaj dite kije blokadë totale, jam mundsuar Serbisë me hime marr tregun e zhavorit në Kosovë, është rrit koste e ndërtimit, është rrit koste e këtë investimeve kapitale, plot investitor, biznese vendore, të cilat kanë gjetur partner të shumtë ndërkombëtar për me prunë investime në prodhim të energjisë, për të cilët vazhdimisht zërrejan ku thotë se s'kena mjaftuar shumë, janë bllokuar se s'kan ku gjen më toka se e ka bllokuar ky ligj. Edhe sot e ke një tendencë që deri në fund të këtij viti se kanë më as nërmen me shti ligjin me nrru. Ai do të ishte i pari që do të hinte në fuqi me nrru. Sepse na kemi edhe investitorë të huaj të cilët kanë ardhur në vend, i ka garantuar shteti që kemi mbështet, tash i ka bllokuar vetë investitorët të huaj, lera më vendor. Atë për çfarë investime, për çfarë zhvillimi ekonomik po flasim kur ti se kimo vëmendjen fare për këtë pjesë.
po e ke vetëm po gjenë mënyrat ndryshme cilat po krijojnë bllokadat të paarsyeshme dhe cilat pastaj po kanë dome jashtëzakonisht shumë të mëdha. Po a duhet që të kemi edhe masa mbrojtëse ndaj importeve për të mbrojtur kështu edhe prodhimin vendor që mund ta kemi? Po sigurisht, për shembull, një prej strategjive të shpejta që do të më kanë është ta zëm për shembull në sektorin e bujqësisë. Gjithë ato mjete jepen për subvencionim dhe grante për bujqet tonë, nuk e kanë mbrojtje adekuate, ata vazhdimisht janë të ekspozuar ndaj eksporteve që vinë për jashtë, me importeve në këtë rast, që vinë me çmime jashtëzakonisht shumë të lira, të cilat po i demotivojnë totalisht dhe s'ka hesapa me kapas me qit me shit një produkt që e ban me mundë me njerëz. Pra, duhet me pas një mënyrë me gjetë bizneset cilat janë aktive, që kanë shumë punëtorë, për ta këtë që ka po kërkojnë bizneset janë veç mos më kriju blokada. S'po duhet ndihmë as kurrë, veç mos më bllokoj. Unë vetë gjej zgjidhjet për me të kalu stad. Veç bllokoj. E çka po ndodh te na është bashkë aty po ndodh. Po bllokohen. Zoti Rafuna doshet. Po vetëm kisha lidhur me këtë që tha kushtrimi, kemi shumë nevojë urgjente te politika fiskale e para. Domethënë kemi nevojë për më liru edhe disa lanë të para dhe disa makineri, sidomos për prodhem, mu liru nga tatimi doganor. Kemi nevojë të reforma tatimit vlerës së shtuar. Domethënë është viti 2026, biznesi ende krediton shtetin me rastin e importimit. Dhe kjo kompanive pjavu likuiditetin. Kemi nevojë këto me u bë një reformë që sikur këtë vendet e botës edhe në Evropë që është, që mu kthy ose me rastin kur shitet madhi ose në një periudhë të caktuar, për shembull mas 2 muaj, 3 muaj varsisht si dakordomi. Kemi nevojë të vendimet administrative, kemi nevojë shumë vendime administrative, bürokraci mu eliminu. Ndoshta kanë qenë të mira në 2014, 15, 16, mirë po sot nuk janë më efektive, sot janë bë problem për me kalu. Kështu që duhet institucionet mi eliminu këto vendime, po duhet me pa dhe mundësinë që disa shërbime që janë në të mirë të sektorit privat, mu bartë prej sektorit publik, që mu ofru prej sektorit privat, si që ka bo Kroacia, Slovenia, e kështu me radhë vendet që kanë arrit në zhvillim. E treta, kemi nevojë shumë të pjesa, edhe pse ne nuk kemi monedë tonë, nuk kemi mjet monetar tonë, mirë po të pjesa interesave të kredisë për disa sektor, sidomos të eksporti, duhet të subvencionohet, duhet të ndihmohet produkti jonë, duhet ndihmohet prodhimi jonë për mushtu se zhvillimin e vetëm si Kosovë nuk e kemi në import dhe në import madrave, kom fjalën, po e kemi në eksport, në shtim të prodhimit dhe në eksport rritjen dhe uljen e deficitit tregtar. Te pjesa e sundimit të ligjit kemi nevojë shumë që jo se kjo është një prej elementeve që unë çdo kohë me investitor të huaj dhe kur shkoj jashtë që e kam është shqetësimi të sundimi i ligjit. Një biznes do të më prit 3 vite në shkallën e parë, plus edhe 3 vite në shkallën e dytë, 6 vite për më zgjidhur një kontest shumë i vogël. Edhe për biznesin koha është para. Kështu që biznesi don në një periudhë të shkurtër, ashtu edhe siç e thot ligji, si ligji e thot brenda 30 dite, e don brenda një periudhe të shkurtër mi ia dhon rezultatin dhe mi dhon kohë kontestit. Kjo është siguria juridike për çdo investitor, qoftë brendshëm, qoftë jashtëm që vjen. Mos folëm të në të pjesë arsimit se e diskutuam edhe kështu më gjatë. Po mbi të gjitha çka kemi nevojë na si sektor privat, kemi nevojë mi pas ministrat kompetent dhe vendimars. Më thonë që me imshu vendimeve të shpejta dhe me ecë me një dinamikë komplet, kena me shumë mbrapa krahasu me vendet e rajonit, se s'po krahasumi me Evropën, po me vendet e rajonit. Na jena me në vetë numrim. Kështu që ka shumë punë që duhet me bë institucionet. Ne si sektor privat jemi të gatshëm për hir zhvillimit ekonomik të Kosovës me shërby si partner për aq sa na kërkohet, për aq sa kemi mundësi dhe kapacitet që të ndihmojmë që ta bëjmë më të mirën që të kemi zhvillim ekonomik në Kosovë. Uroj që bisedën tjetër kur ta bëjmë, të flasim për gjëra më pozitive dhe të mos kemi më rënje. Faleminderit shumë për kohën që ndat për qenë pjesë e Bombonit sot. Kënaqësi.